Mirdita. Edi Rama e trajton Shqipërinë si një sultanat të tij, si një pronë private dhe regjimin e tij si një regjim kolonial ndaj shqiptarëve. Mediat kanë zbuluar librin famëzi, dosja, në të cilin Edi Rama parashikon, ka projektuar 523 resorte, hotele, zhvillime në zonat turistike, nga të cilat një lloj si t'ishte pronë e tij përjashton tërë këtë infrastrukturë gjigande 10 vite nga taksat. A ka të shfrytëzim më tegër se ky? Ky është sistem tipik kolonial. Nuk ka asgjë të përbashkët. Asgjë të përbashkët me ligjin themelor të shtetit, Kushtetutën, por dhe ligjin ndërkombëtar të investimeve. Të imagjinosh zhvillimin e 10 milion metër katror troje të zonave më turistike si butikat në aeroport tax free, do të thotë të vendosish atë sistem nga i cili njerëzimi është ndarë prej kohësh. A mund të imagjinoni ju? Shqipëria është nga më të paktat vende në botë ku miliardierët vinë dhe marrin miliona litra naftë me 1/4 e çmimit që blen fermeri shqiptar. Dhe tani, në librin e tij, Edi Rama, sekret, të mbajtur sekret ndaj shqiptarëve, të pa publikuar ndonjëherë, rrjeshton 523 projekte për zhvillim, ndërtim në të 4 anë të vendit. Por unë këtu para jush, në mënyrë të përsëritur, kam denoncuar plaçkitjen nga familja e tij, e ndjera nën e tij dhe vllau i tij, natyrisht bashku, të njerit për kanjoneve më të bukura të botës, kanjonit të Gjipes. Kanjoni Gjipes rrjeshtohet në 20 kanjonet më të çmuara të planetit.
ky balozi zi i pangopur, i vuri syrin kanionit Gjipes. Dhe kur unë ngrita problemin, mashtroi shqiptar dhe u tha se ato toka janë diku atje maj malit të kolekave. Ju kujtohet apo jo, kur bënte me dorë si i çmendur. Në një kohë kur dhe janë të gjitha mbi rrugën automobilistike, në një kohë kur kanioni është buzdetit. Dhe për këtë Edi Rama, vetëm se paraqita kanionin një hotel të ndërtuar në Formure, që e denonte me vdekje kanionin, se ishte me ngjyrë të bardhë, ky tani thot, hoteli është, po do t'jeti qelqët. Tani mba librin të fshehur, sepse të mban pronat e tij. Urdhroni. Me Livad Himars, libri liston Livad Resor, një projekt 242 metër katror. E glabroi Livad, iku Livad. Livada është, kush nuk e njeh, është ajka, është kurora më e bukur e territorit të qytetit Himar, në gjithu. Tani në del Gjipea, një nga plazhet më të veçanta të jugut, e zbriti nga mali Koleks, buzë në plazhtën, shfaqet për gorgeous, e më në vetë. Male atu pak edhe 10 minutë. Një hotel prej xhamin mbi kanion. Projekti top sekret, nuk ka zhvillues. A nuk paraqita këtu unë para një jave blersin pas shitës, a ju kujtohet, për në vuno 15 metër katror tokë të blera nga Salvador Aliu. Salvador Aliu, një qytetar trafikant nga Elbasani apo nga Kavaja, nuk di nga është, por se nga kush e bleu Salvador Aliu, top sekret. Paraqitëm këtu kartelat e parcelave, 3 parcelave, të cilat kishin blersin, po jo shitësin. Shitësi jo. Dhe faktin tjetër, se i ndjeri Artan Lame 5 ditë pasi paraqiti hartën e vunoj, në të cilën ai territor i bler nga Salvador Aliu figuronte tokë publike. Dhe pas 5 ditësh, Artan Lame shkarkohet me njëherë nga detyra. I ndjeri, pas pak vdiq, por ai nuk pranoj. Duhet jemi të vërtet, nuk pranoj të regjistroj as kanionin e Gjipes, as tokën në vuno, si pronë private. Të Edi Ramës, nuk pranoj. Jo, ishte tokë publike. Tani vazhdojmë, pris 1 minutë. Gorgët. Projekti nuk ka zhvillues të mërtuars, nuk e thot atej, top sekret. Dhe mu më ka pa ditë,
pse unë kam paraqitur para jush fotografin e kanjonit me një hotel si Ur. Nuk tregon ku do projekti nuk ka zhvilluar të emërtuar dhe nuk tregon ku do ndërtohet, por mbetet i listuar në faqet e librit. Shikoni tani. Tjetri, në 523 projektet listuara në libër, a imagjinoni pra? A imagjinoni? Pa taksa, 57 rezultojnë ndërtuara, 53 janë në ndërtim dhe 47 presin leje. Në 41% të projekteve nuk përmendet zhvilluesi trafikant. Zhvilluesi është Frant Qopja, Salvador Aliu, tjetri me radhë, me Gjika, si që ky i fundit, e tjerë me radhë. Ata janë zhvilluesit. Ata janë. Dhe ata janë në pothuajse në të gjitha, po të këta s'kan gjetë prestonome, të këto 41% nuk kanë gjetë, alit nuk kanë gjetë prestonome. E kuptoni ju? Në Republikën e Kolonel Buendias të Garcia Marquesit nuk gjen asnjë rast të tillë. Nuk ka përshkrim si ky. Vazhdo. Ja ku pse jam unë në gjyq. Tani, ky është hoteli nga njëri cep në cepin tjetër të kanjonit. Dhe në atë foto që kam paraqit unë, është dhe një hoteli. Pra, në libër e ka, kurse ka ngritur padit ndaj meje, pse kam paraqitur unë këtu para jush, kanjonin me një hotel Ur si që pat aty. Ja. Kanjoni, pra, që thot se ajo tokë, ja kjo është rruga. Rruga është kjo. Ajo tokë, thot, ishte mbi rrugën, atje lartë në malin në majën e kolegëve, thot. Urdhoni ku është. Buz, fare buz detit, e din të gjithë se ku është kanjoni. Pra, e shifni, dhe ja ku qenë ka. Se këtu ka qenë, për këte ka qenë dhe gënjimi me i malë, se thot, tha që ka qenë, ka dërguë vini mas. Vini mas, dhe është në padin ndaj meje, se ka deklaruar se ka qenë vini mas. Ja urdho. Vini mas është një arkitekt. Në rafshin ndërkombëtar i bëj thirrje Eurojustit, i bëj thirrje Interpolit, i bëj thirrje Europolit të vendos në hetim, pa përjashtim, të gjitha kompanit e listuara në librin dosjet e Dirams. Të hetoj transakcionet e bëra drejtyre për këto projekte. Duke mbetur i bindur se transparenca është jetike për cilin do, nuk mund të mos kërkoj hetimin nga Interpoli, nga Europoli, nga Eurojust, të secilës prej pagesat e bëra secilës prej këtyre studiove për projektet e tyre. Sepse në këtë mënyrë mund të zbulohet rjeti më monstruoz
në Europë dhe në botë i trafikantëve të drogës. Shikoni se çfarë implikimesh. Imagjinoni 523 projekte të 80 studiove arkitekturore më të mira në Europë dhe në botë, të implikuara në dosjen e Edi Ramës. Ky është një skandal, sa kombëtar, aq ndërkombëtar. Nuk po nale mund të lexoj ato çfarë shkruajnë ata për te, për padrinon, por bëjnë thirrje institucioneve të zbatimit ligjit. Të mësipërme të hetojnë transaksionet e këtyre studiove për projektet e bëra me Edi Ramën dhe sultanatin e tij. Do mund të zbulojnë rrjetin më të fuqishëm të trafikantëve të drogës, penetrimin dhe infiltrimin e tyre edhe në studiot e vendeve të tyre. Është një rast i shkëlqyer për t'i dhënë përgjigjen më të merituar padrinos shqiptar që drejton kartelet më të fuqishme të drogës në Europë. Sikundër. Denoj me forcën më të madhe sulmet antikombëtare, anti-shqiptare, ndaj qytetarëve të Maqedonisë, Veriut dhe Kosovës dhe Malit të Zi, të cilët marrin pjesë në protestën kundër narkodiktatorit apo padrinos apo kreut të Meduzës. Për një kauzë të drejtë, ata luftojnë për një kauzë të drejtë, për lirinë dhe dinjitetin e qytetarëve shqiptar ndaj një kryehajduti të panjohur më parë në historinë tonë kombëtare. Etiketimi i tyre si pushtues është etiketimi i një armiku tegër të shqiptarëve e një bastardi të diktatorit Enver Hoxha e një njeriu që urren në thelb kombin e tij. Ndaj dhe denoj me forcën më të madhe këto etiketime ndaj shqiptarëve. Faleminderit. Report TV, duke qenë se ju e përfunduat këtë fjalë tuajon me protestën, do doja që pyetja ime të fokusohej pikërisht tek protesta. Pas 3 javësh qëndres, protestuesit dolën me një listë kërkesash zyrtare të artikuluara nga aktivisti dritan Goxhaj, i cili po ashtu shkon edhe më tej dhe propozon në një farë mënyre një shkërmoshje të sistemit, duke artikuluar, qoftë edhe në rrjetet e tija sociale, se shteti duhet të shkojë drejt një asambleje me 101 të zgjedhur që zgjidhen me short dhe më tej është një qeveri tranzitore që ka një afat 12 mujor dhe që ka detyrën për të zgjedhur për të hartuar një kushtetut të re dhe për të rimëkëmbur, po themi, institucionet. Ju vetë, zoti Berisha, a jeni dakord me këto propozime të artikuluara nga zoti Goxhaj? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Së pari,
në kërkesat e lexuara e paraqitura nga Goxhaj, ripërsëritet dorëheqja e menjëhershme e Edi Ramës, kërkesë kjo që ne mbështesim pa asnjë rezervë, fuqimisht, dhe kemi pa thirrje. Së dyti, kërkohet, mos gaboj, jo s'gaboj fare, se kjo është dhe në 5 kërkesat e para, por shtohet aty kufizimi mandatit të kryeministrit në 2 mandate. Partia Demokratike është plotësisht dakord. Plotësisht dakord. Që nesër është e gatshme të votoj në parlament dhe të bëj thirrje qytetarëve të votoj për një mas të tillë. Pse? Pse kjo? Sepse u bë e qartë se Edi Rama nuk lejon rotacionin e pushtetit. Nuk lejon. Për këte jo se e themi ne, tashmë e thonë dokumenta ndërkombëtare. Atëherë ka një mençuri. Ta përsaktoj kushtetuesa, ta largoj kushtetuta. Dhe të them dhe një gjë këtu, si kryeministër. Në qoftë se ti punon për një program, 8 vite i ke absolutisht të mjaftueshme, jo për zbatimin 100% të ti, nuk them, po për zbatimin e pikave më kryesore të ti dhe për zbatimin e ti në masën 80-90%. Pra, çfarë qëndron në rastin e Edi Ramës, qëndron se ai qëndron në pushtet pas zgjedhje. Me farsë elektorale. Dhe unë kuptoj që protestuesit duan të japin një përgjigje të tillë nëpërmjet ndryshimit të kushtetutës. Për sa u përket ligjeve tjera, ju jeni dëshmitar, ka memorje. Ata që përpiqen të fshin memorje është tjetër punë. Memoria nuk fshihet. Ka memorje. Kjo parti ka luftuar më shumë se kushdo tjetër kundër atyre ligjeve. Ka ndjekur çdo procedurë të mundshme kundër tyre, qoftë kundër ligjit të amendimit të ligjit për mbrojtjen e zonave të mbrojtura, për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, për koncesionet PPP-t dhe investimet strategjike. Rikujtoj një moment. Në platformën tonë, investimi pa taksa është pranuar vetëm në zonat malore. Pse? Kostoja e ndërtimit aty është disa herë më e larë se sa në zonat tjera. Dhe ato janë të paprekura. Po të shkoni ju, e kam dhënë shumë herë këtë shembull. Po të shkoni ju 25 minuta për te i Shëngjergjit. Është masivi Bizës. Është Gurakuqi, janë zona fantastike malore. Dhe në këtë distancë nga Tirana, askush nuk i njeh. Askush nuk i njeh. Ndaj dhe nuk kishim ne dhe nuk bënim paketën e maleve, jo. Por ne, ata që do investonin në zonat malore, i linim 8 vite pa taksa. Kurse ky, në zonat më thelbësore, në zonat bregdetare, ky i blen 10 vite pa taksa. Pyetja ime, sepse interesi im është të kuptoj
se ku shndron Partia Demokratike lidhur me propozimin për një qeveri transitore apolitike me të zgjedhur me short. Qeveri tranzitore apolitike, unë këtu po, është problemi se e keni periodike ju këtë ndjekën e kësaj konference, unë prit një minutë. Jam këtu para një jave kam propozuar një qeveri jo partjake tranzitore. Jo partjake. Urdo? Pra, që tjetë e zgjedhur me short? Jo, të votohet në parlament, një qeveri jashtë kushtetuts nuk dalë. Hiqe nga as kurës, mund të zbët fjalë, unë zdal jashtë ligjit. Ky jam. Kam qenë ish president, kam qenë ish kryeministër, por ajo qeveri e përbër nga jo partjak, nga kreu të ministrat zëvendës e tjerë. Ajo duhet votohet nga parlamentit, marrë vot besimin dhe të çojë në zgjedhje vendin. Unë nuk kuptoj këte propozimin e tyre, unë nuk e kuptoj se ata e kanë një qeveri jashtë votimit, jashtë kushtetutës, jashtë rendit kushtetutësi. Në rrjetet e veta sociale, prandaj. Është propozim që e bën zoti Goxhaj në rrjetet e veta sociale dhe prandaj po synoj t'ju pyes lidhur me qëndrimin tuaj. Unë kam kuptuar dhe ky është ajo që më shtes unë kam kuptuar kërkesën si një kërkesë për një qeveri jo partjake, të përbërë nga ekspert të shquar, intelektual të njohur, të cilën mbi bazën e një marrëveshje të forcave politike në parlament do marrë votbesim në plot. Unë këtë mekanizëm di. Unë nuk di mekanizëm tjetër të instalimit një qeverie brenda rendit kushtetues. Zoti Berisha, përmes kësaj qeverie teknike, apolitike, qytetarët po synojnë të zgjedhin edhe një klasë të re politike. Ta quajmë ekspertësh më mirë. Po, ekspertësh. Ndërkohë, duke mos finalizuar ende zgjedhjen e re të kupolës drejtuese të partisë, apo lini mundësinë e hapur që të kemi një konfigurim të ri të leadershipit, jo vetëm për t'i dhënë frymëmarrje të re partisë, por për të ngjallur besimet e të qytetarët në mënyrë që bindjet e tyre ose kjo kauzë e tyre të përkthehet nesër në vot për Partinë Demokratike. Tani, duhet jemi unë kam qenë shumë i qartë. Kjo protest mbështetet plotësisht dhe tërësisht nga Partia Demokratike, antarë dhe simpatizantët e saj. U është bërë thirrje në mënyrën më të përditshme që të marrin pjesë në protestë. 1. 2. Është deklaruar dhe deklarohet se protesta nuk është e Partisë Demokratike. Është protestë qytetare, ndaj dhe u është kërkuar të gjithë antarëve dhe mbështetësve të partisë të shkojnë aty si qytetar, jo me logot, me simbolet e partisë. Dhe kjo ka ndodhur. Jam shumë mirënjohës ndaj tyre që kanë zbatuar me përpikmëri direktiven. Së treti, Partia Demokratike denon me forcën më të madhe çdo përpjekje të Edi Ramës, të patronazhistëve, çdo lloj presioni të paligjshëm që bëhet ndaj protestuesve dhe eksponentëve të saj. Direkt nga Edi Rama dhe pastaj nga kori i tij. Këto janë qëndrimet tona. Për sa i përket Partisë Demokratike finalizimit, Partia Demokratike ka patur një proces, mund të them, shumë të suksesshëm në kuvendin kombëtar. Kuvendi kombëtar ishte u shpall kuvendi i ripërtritjes partisë dhe në mënyrë absolute bazuar në votën e atyre delegatëve, Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike ka dalë dhe është këshilli i ripërtritjes. Ndaj dhe ju mund të merrni listën dhe shihni
se si në këtë këshill numri i trive është dyfishuar, përqindja grave ka arritur në 38-39%, vetë me votën, pra ka një hap. Tani pritet që ky hap të transpozohet ose të pasqyrohet dhe në zgjedhjen e forumeve tjera të partisë. Është në tagrin e delegatëve e antarëve të Këshillit Kombëtar të reflektojnë dhe të pasqyrojnë frymen e Kuvendit Kombëtar. Nuk ka asnjë lidhje me asnjë faktor tjetër përveç një çështje teknike të lokacionit që ka të bëjë këtu, sepse janë zgjatë punimet në një nga ambientet dhe po shpresoj të përfundojnë sa më parë. Zoti Berisha, prej ditësh Edi Rama dhe Taulant Balla kanë publikuar dokumenta kundër protestuesve të angazhuar në luftën e UÇK-s. Konkretisht për sulmuar Dritan Goxhajn, Taulant Balla ka publikuar një listë pagese. Në të nxirret si mercenar edhe heroi i kombit Tahir Sinani, i vlerësuar si luftëtar i 3 luftave për mbrojtjen e interesave të qytetarëve. Si e komentoni këtë cënim të imazhit të luftëtarëve të UÇK-s, ku tashmë po përligjet edhe lufta e Kosovës dhe figura kombëtare si ajo e Tahir Sinanit? Faleminderit. Këta janë çdo epitet mund të vihesh. Janë turpi. Edi Rama është shndruar në dajnë e vet, rëmon si të thush dhe më thana më tokë, rëmon në biografinë e njerëzve, në mënyrë më përverse, më të përçmuar, përpiqen të manipulojnë me dokumenta duke falsifikuar firma e të tjerë, por unë shprem dhe shpreh prap se lufta çlirimtare e shqiptarëve në Kosovë, se nuk është e Kosovës, por mos harro se janë me dhjetra të rënë. Nga Berati, nga Kavaja, nga Tropoja, nga Kuksi, nga Hasi, e tjerë janë me dhjetra, janë shumë që kanë ra për të bërë të pavdekshëm për lirinë e Kosovës. Kështu që këto që përpiqen të përbaltin luftën, të përbaltin herojtë e luftës, janë mund të them çdo epitet, po ndalem me kaq vetëm anti-shqiptar që kanë shit shpirtin e tyre tek droga, krimi, vjedhjet dhe smeritojnë, janë turpi i kombit, janë turpi i kombit. Nuk kanë asnjë lloj, merren i kamvure, merren ti ke qenë kështu, ke qenë ashtu, ke qenë ky, ke qenë ai. Apo si ai që janë zori ato 17 kompanit e patate apo jo? Në parlament. Krimi se kishte 17 kompani. Me një fjalë, këta kanë humbur logjikën, nuk kanë legjitimitet, qëndrojnë si hajdut në detyrë, duhet të largohen 1 minutë më parë. Nuk kanë marrë fund, nuk kanë më shpresë. Faleminderit.